Përshëndetje dhe mirë se vini në podcast. Sot do flasim për dy ideologji që kanë ndikuar shumë në politikën dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara: liberalizmin demokratik dhe neoliberalizmin. Edhe pse të dy sistemet mbështesin ekonominë kapitaliste, ato kanë mënyra shumë të ndryshme të parit të rolit të shtetit, ekonomisë dhe jetës së qytetarëve. Për ta kuptuar më mirë këtë ndryshim, sot kanë ftuar dy persona që kanë jetuar në dy realitete krejt të ndryshme. Njëri ka jetuar në një sistem ku shteti kishte më shumë rol në mbrojtjen sociale dhe shërbimet publike, ndërsa tjetri në një sistem ku tregu i lirë dhe bizneset kishin më shumë liri dhe më pak ndërhyrje nga shteti. Dhe përmes këtyre dy intervistave, do të kuptojmë si ndryshonte jeta e përditshme në secilin sistem. Le ta fillojmë. Përshëndetje dhe mirë se vjen në podcast. Sot do flasim për liberalizmin demokratik dhe mënyrën si ai ka ndikuar në jetën në SBA. Ti ke jetuar në një periudhë ku shteti kishte një rol më të madh në mbrojtjen e qytetarëve. Për ta nisur, mund të na shpjegosh shkurt, çfarë ishte liberalizmi demokratik? Faleminderit për ftesën. Liberalizmi demokratik ishte një sistem që mbështeste ekonominë e tregut, por në të njëjtën kohë besonte që shteti duhet ketë një rol aktiv në mbrojtjen e qytetarëve. Ideja kryesore ishte që jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtat mundësi ekonomike, prandaj shteti duhet të ndihmojë në krijimin e më shumë barazie. Po, pikërisht. Në këtë sistem, besoi që tregu i lirë është i rëndësishëm, por nuk duhet lënë pa kontroll sepse mund të krijojë pabarazi të madhe sociale. Pra, sipas këtij sistemi, shteti nuk duhet thjesht të lejojë tregun të funksionojë, por edhe të ndihmojë qytetarëve? Si ndikonte kjo tek arsimi dhe universitetet? Arsimi publik financoi më shumë dhe universitetet ishin më të përballueshme për studentët. Po për njerëzit me të ardhura më të ulta, a kishte mbështetje? Kishte gjithashtu bursa dhe ndihma financiare për familjet me të ardhura më të ulta. Qëllimi ishte që edhe njerëzit që nuk kishin shumë të ardhura të kishin mundësi për arsimin dhe një jetë më të mirë. Interesante. Po shëndetësia si funksiononte në atë kohë? Në shëndetësi kishte më shumë mbështetje nga shteti. Njerëzit nuk liheshin plotësisht vetëm përballë kostove mjekësore dhe kishte më shumë programe sociale. Pra qytetarët kishin më shumë siguri ekonomike? Po, qytetarët ndiheshin më të mbrojtur në disa aspekte, sidomos në arsim, pune dhe shërbime sociale. Po bizneset, a kishte kontroll shteti mbi kompanitë? Po, bizneset kishin më shumë rregulla dhe kontroll nga shteti. Kjo boi për të mbrojtur punëtorët, konsumatorin dhe për të shmangur abuzimet nga kompanitë e mëdha. Disa njerëz thonë që shumë ndërhyrje nga shteti mund të ngadalsojë ekonominë. Si do i përgjigjesh kësaj? E vërtet, disa njerëz besonin që rregullat e shumta mund të ngadalesonin ekonominë. Por mbështetësit e liberalizmit demokratik mendonin që një ekonomi e forte nuk ka vlerë nëse krijon pabarazi të madhe dhe mungesë sigurie për qytetarët. Pra ideja kryesore ishte, ekonomia duhet të zhvillohet, por njerëzit duhet edhe të mbrohen socialisht? Po, kjo ishte ideja kryesore. Do ekzistojë ekonomi e lirë dhe zhvillim, por në të njëjtën kohë edhe mbrojtje sociale dhe më shumë mundësi për njerëzit. A kishte figura politike që e mbështesnin këtë ideologji? Po, figura si Franklin D. Roosevelt dhe më vonë Barack Obama mbështetën politika që lidhen me këtë ideologji. Shumë interesante. Faleminderit që na e shpjegove këtë këndveshtrim. Deri tani dëgjuam këndveshtrimin e liberalizmit demokratik, por tani do kalojmë tek një ideologji tjetër që ka ndikuar shumë në ekonominë amerikane: neoliberalizmi. Faleminderit që je këtu. Për ta nisur, mund të na shpjegosh çfarë është neoliberalizmi? Faleminderit për ftesën. Neoliberalizmi ishte një ideologji ekonomike dhe politike që besonte se ekonomia funksionon më mirë kur tregu është sa më i lirë dhe shteti ndërhyn sa më pak. Ideja kryesore ishte që bizneset private dhe konkurrenca krijojnë zhvillim ekonomik, investime dhe inovacion. Pra, sipas këtij sistemi, sa më pak ndërhyrje nga shteti, aq më mirë funksionon ekonomia? Po, pikërisht. Mbështetësit e neoliberalizmit mendonin që kur shteti vendos shumë rregulla apo kontroll, ekonomia ngadalsohet dhe bizneset kanë më pak liri për të investuar dhe për të zhvilluar. Si ndikonte kjo në jetën e përditshme të njerëzve? Kjo ndikonte në shumë pjesë të jetës. Për shembull, kishte më pak ndërhyrje nga shteti në ekonomi, më pak taksa dhe më shumë privatizim të shërbimeve. Po bizneset? Çfarë ndryshonte për to në krahasim me sistemin tjetër? Bizneset kishin më shumë liri për të vepruar pa shumë kontroll shtetëror. Kjo shihej si një mënyrë për të rritur ekonominë dhe për të krijuar më shumë vende pune. Pra kompanitë kishin më shumë liri ekonomike? Kompanitë kishin më pak rregulla dhe më shumë mundësi për të konkurruar në treg. Po arsimi dhe shëndetësia, si funksiononin në këtë sistem?
Në për shembull në arsim dhe shëndetësi, sektori privat kishte më shumë rol. Universitetet private dhe siguracionet private konsideroheshin më efikase, sepse konkurenca besohej që rritet cilësinë. Mbështetësit e neoliberalizmit thonë që konkurenca krijon cilësi më të mirë. Si e shpjegon këtë? Ideja ishte që kur kompanitë konkurrojnë me njëra tjetrën, ato përpiqen të ofrojnë shërbime më të mira dhe më moderne për njerëzit. Po kritikat ndaj neoliberalizmit, cilat ishin? Kritikët thoshin që neoliberalizmi mund të krijojë pabarazi sociale, sepse jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtat mundësi ekonomike. Gjithashtu kishte shqetësime që kompanitë e mëdha mund të fitonin shumë fuqi. Disa njerëz mendojnë që neoliberalizmi rrit pabarazinë sociale. A mendon se kjo është e vërteta? Në disa raste po, sepse kur shteti tërhiqet nga disa shërbime sociale, njerëzit me të ardhura më të ulta mund ta kenë më të vështirë të përballojnë arsimin apo shërbimet mjekësore. Por mbështetësit e neoliberalizmit besonin që ekonomia e lirë krijon më shumë mundësi në afatgjate. Pra, neoliberalizmi fokusohet më shumë tek liria ekonomike dhe fuqia e tregut? Po, neoliberalizmi fokusohet tek liria ekonomike, konkurrenca dhe fuqia e tregut të lire. A kishte figura politike që e mbështetën këtë ideologji në SBA? Po, një nga figurat më të njohura që lidhet me neoliberalizmin në SBA ishte Ronald Reagan, i cili mbështeti uljen e taksave, privatizimin dhe më pak ndërhyrje nga shteti. Shumë interesante. Faleminderit që e ndave këndveshtrimin tënd me ne. Pra, siç dëgjuam nga të dy intervistat, të dy sistemet mbështesin ekonominë kapitaliste dhe tregun e lirë, por kanë mënyra shumë të ndryshme të parit të rolit të shtetit në shoqëri. Liberalizmi demokratik beson që shteti duhet të ketë një rol aktiv në mbrojtjen e qytetarëve, duke investuar në arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale, me qëllim uljen e pabarazisë dhe krijimin e më shumë mundësive. Ndërsa neoliberalizmi beson që ekonomia funksionon më mirë kur tregu është sa më i lirë, me më pak ndërhyrje nga shteti, me më shumë liri për bizneset dhe me shumë konkurrencë. Njëri sistem fokusohet më shumë tek mbrojtja sociale dhe barazia, ndërsa tjetri tek liria ekonomike dhe zhvillimi i tregut. Dhe edhe sot, politika dhe ekonomia në SBA vazhdojnë të ndikohen nga këto dy ideologji. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në episodin tjetër.